Dhe jo pa qëllim në vendet... Po si ka mundësi që u taksohet pensioni? U taksohet, po pensionet e larta në Itali taksohen. Okej. Po, tute ne nuk taksohen. As të lartat, as një lloj nivelit pensionit. Kur në Itali pensionet e larta taksohen bas të ligji që kanë shteti italian. Dhe ata kanë këtë benefice në Shqipëri dhe në vende tjera, për shkak se nuk taksohet pensioni dhe çmimet tute ne janë më të lira krahasuar me Italinë, me vende si Milano, Roma dhe këto, dhe vini jetojnë këtu në kushte më komode dhe ju tepron më shumë nga pensioni i tyre. Pra bëj një jetë më cilësore thua me atë pension që kanë. Duke llogarit çmimet, duke llogarit çmimin e energjisë, çmimin e ujit të gjitha, pra ata përfitojnë më shumë dhe kursejnë më shumë para nga pensionet e tyre. Interesante edhe kjo e taksimit të pensioneve, Alba, në Itali, pensioneve të mëdha. Paka shumë sa janë pensionet në Itali, Alba? Po shkojnë mbi 1.200 euro, 1.200, 1.500, 4, varet nga pensioni, por duhet në kujtuar se kjo bëhet vetëm në rastet kur pensionisti jeton të paktën 6 muaj larg territorit italian. Vetëm atëherë ai ka të drejtë të bëjë këtë të lloj shkarkimi apo të mos taksimi të pensionit të tyre. Llogaritet që ata kursejnë duke ardhur në Shqipëri tek 600 euro, dhe ky 600 euro mjaft pensionistët, ata që me një pension 1.200 euro konsiderohen një pension ulët, ata thonë 600 euro mund t'i kursej duke jetuar në Shqipëri, pasi dhe kosto i jetesës është më e ulët, edhe fakti se duke pasur një standard jetese në Itali, i kanë dhënë mundësi të kenë ato kursimet e tyre dhe të bëjnë në Shqipëri një jetë shumë më të mirë se sa në Itali. Dhe kemi parë kohët e fundit edhe që shumë transferohen dhe për ato që ne kemi diskutuar dhe bashkë, turizmi shëndetësor, ata që vinë në Shqipëri pasi preferojnë të paguajnë një paketë tek privati dhe t'i bëjnë ato kontrollet shëndetësore, qoftë grafi, take të tjerë, kundrejt në kosto ekonomike, pasi pensionisti italian e ka këtë mundësi ekonomike, se sa të presin në një shërbim publik italian që mund të ketë të njëjtin kosto me shërbimin privat në Shqipëri, pasi standardi i jetesës shumë më i lartë, por që duhet të pritet me Alba, po për llogaritja e pensionit si do bëhet? Pra nëse unë kam punuar 20 vite në Shqipëri, ose kam punuar 20 vite në Itali edhe 15 vite në Shqipëri, si do bëhet për llogaritja e pensionit tim? A do kem unë një pension të barabartë me atë italianin, apo jo? Ty do të llogaritet vitet e punës që ke bërë në Shqipëri, të cilat do të llogaritet në kuadrin dorë, të cilat do llogaritet